Ajo që fitohet me luftë e gjak nuk mund të dhurohet në kohë paqeje. Këtë treguan studentët shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, të cilët u ngritën masivisht në protestë për të fituar një të drejtë kushtetuese, por edhe më së njerëzore, siç është e drejta e gjuhës. Në mënyrë antiligjore, kundër çdo logjike, pushteti maqedon vendosi të mohojë studentëve shqiptarë të kryejnë provimet në gjuhën shqipe. Disa ministra e hodhën këtë hap me rrezik, e provuan se sa dhe deri ku mund të arrijnë. Në fund, duket sikur u dorëzuan. Por historia vazhdon për të mbajtur një shteg hapur të konfliktit që nuk e kërkojnë shqiptarët, por po ua imponon politika dhe ekstremistët maqedon, pa u munduar gjatë dhe në kundërshtim me çdo normë ndërkombëtare për të drejtat të çdo individi që jeton në një shtet multietnik. Protestat ishin të mëdha, shumë paqësore, por më së të vendosura dhe me artikulim të qartë. Studentët atje janë fort të kthjellët, por fatkeqësisht politika zyrtare e Tiranës, por edhe Prishtinës, ka heshtur. Patriotizmi në stadium, në zonat VIP, e tregojnë me këngët patriotike në buzë, ndërsa kamerat që i fiksojnë dhe ata që bëjnë sikur se kanë mendjen hiç, tentojnë t'i tregojnë popullit të thjeshtë se janë patriot në shpirt me simbolin e shqiponjës krenare. Kur vjen puna për të reaguar kur duhet, me maturi, por edhe forcë të arsyes, me diplomaci apo fare shqeto, përpara na shfaqen disa bufa të përhumbur në trembje, duke harruar fare shqiponjën. Reagimi vendosur, qoftë edhe diplomatik, sot është shumë i rëndësishëm se kërcënimi nesër. Për të mos lënë vetëm një kombë që edhe të drejtën e gjuhës, flamurit, etnisë së tyre e ka fituar me gjak të derdhur ndër breza, për t'i dhënë vendit edhe një brez politikanësh si këta të sotmit, që përshfaqin shqiponjën, por veprojnë si bufa të trembur, ose akoma më keq, si thtar të pushtetit, por jo të shtetit.